Çelësi i suksesit të spagetit me domate, përveç cilësisë së domateve sigurisht, është sasia dhe koha e gatimit. Nëse thua që do bësh spageti me domate, atëherë duhet të hedhësh domate. Unë për një racion përdor të paktën 300 gram domate. Do e pak vaj ulliri në tigan dhe do gri pak hudër. Mua më pëlqen hudra e grirë brenda në salcë, por sigurisht mund të hedhim një therpi të plotë siç është edhe e heqim më vonë. Pasi e kam lënë hudrën për 10-15 sekonda, do të shtoj tani domate. Ky është dhe hapi i dytë i rëndësishëm i suksesit. Domatet duhet të lihen të gatuan në zjarr të ulët. Duan kohën e tyre që të shkrinë dhe të bëhen salcë. Do të shtoj edhe një deg të vogël borzilok. Ndërkohë që salca gatuhet, hedhim spagetit për të zier. Shoni se janë bërë tani? Shoni sa mirë duken domatet? Janë lëshuar edhe janë bërë salcë. Ti hedhim edhe pak krip tani. Spageti tani është gati, kështu që heqim borzilokun dhe hedhim në tigan. Edhe pak vaj ulliri. Spageti me domatet freskëta, më thjesht dhe më mirë se kaq s'bëhet.